Në fakt kemi një tërheqje të ofertuesit të vetëm që kishte mbetur në këtë garë, me një arsye krejtësisht ekonomike, duke qenë se për shkak të rritjeve të kostove dhe efekteve të krizës ka një rritje të kostove totale të ndërtimit në përgjithësi, dhe patjetër kjo kontraktori ose ofertuesi ka bërë një tërheqje duke justifikuar me qëllimet ekonomike. Duhet dhe që të cilën komisioni do vijoj me vijimin e procedurës. Patjetër dua të rikujtoj faktin që para 2 ditësh kryeministri u shpreh për këtë projekt, i cili e tha shumë qartë që ka aktor, le themi, të llojeve të ndryshme, të cilët përpiqen që ta frenojnë dhe sabotojnë këtë projekt shumë të rëndësishëm infrastrukturor të vendit për qëllime të ndryshme, le themi, duke përfshirë dhe qëllime ekonomike. Patjetër ne do ndërtojmë një skenar tjetër në bashkëpunim patjetër me qeverinë, që dhe çdo faktor apo aktor tjetër nuk do mundet që ta frenojë këtë projekt, sepse ky është një projekt shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit. A ishte në